Të shtunën nga ora 20 në emisionin Koncepte nën thjerrës, Hoxha Enis Rama e sjell pjesën e dytë nga koncepti i jetës. Çka e bën të vështirë jetën e kësaj bote? Por shkputja e kësaj jete nga jeta tjetër e bën këtë jetë të rëndë. Kjo ka shumë aspekte. Aspekti i parë është se jo të gjitha çfarë kemi dëshirë ne e arrijmë në këtë botë. Çka thon njerëzit kur paralajmërohen për ditën e gjykimit? Mos e bëj këtë se në ditën e gjykimit do të ballafaqohesh me këtë gjë. Ai thot po kush është kthy pe atjehet? Çfarë na tregon ti për atë gjëra, ato janë pralla? A duhet muslimani realisht me i besu këtu apo është një diçka që është vullnetare? Çfarë thot Hoxha Enis Rama për bukuritë e botës tjetër? Bukuria e botës tjetër nuk është e përkufizuar vetëm në ato gjëra të përgatitura bukur brenda saj. Por mendoj se bukuria e botës tjetër është më tepër e theksuar në pafundshmërinë e saj, sesa në vetë bukurinë e pjesëve të saj. Të gjitha këto do t'i kuptoni më hollësisht në emisionin Koncepte nën thjerrës, të shtunën nga ora 20 në PIS TV.